Presidenti i Republikës Kosovës, Zonja Osmani, shumë nderuar pasaripat, nderuar kryetari i Kuvendit, nderuar kryeministër, anëtar kabinetit qeveristar, nderuar deputet Kuvendit Kosovës, përfaqësues të korit diplomatik, nderuar familjarë të dëshmorëve, veteran e invalid të luftës së Pushtetisë Shqiptare të Kosovës, nderuar zoti Hamza, nderuar zoti Haradinaj. Në historinë e njerëzimit, si në historinë e kombëve, ka momente kur koha duket si kur ndalet dhe një popull përballet me vetvete. Janë qaste të rralla kur historia nuk rrjedh më si një vazhdimsi e zakonshme e ditëve që koha si mban mend, por përqendrohet në një provë shumë të madhe morale. Këto prova thella morale shtrojnë një dilemë sa të thjesht, aq edhe të rëndë për shumë gjenerata. Dilemën dhe pyetjen se për çfarë është një popull i gatshëm të jetojë dhe çfarë është i gatshëm të sakrifikojë. Në ato qaste, popujt nuk maten më me numra, nuk maten as me territorie, edhe më pak me forcë luftërake. Ata maten me shpirtin e tyre, me gatishmërinë për mbrojtër atë që konsiderojnë shenjtë, më shenjtë se sa vetëm e tyre. Dhe në ato qaste vendimtare historia kërkon njerëz që janë me lartësinë e saj. Njerëz që kuptojnë se jeta atyre nuk përket më vetëm atyre, por është destinuar për një fat shumë të madh kombëtar. Ata janë njerëz që ndoshta lindin si gjithë të tjerët, jetojnë si gjithë të tjerët, por që në momentin e provës së pokalen ngrihen mbi frikën, mbi instinktin e mbijetesës që mund ta kemi secili prej nesh, dhe bënë partës të një përgjithësie shumë të madhe se vetë jetë atyre. Pra të në shkurt, sakrifikohet. Tani sakrifica është akt madhështor, në fakt është akti më madhështor që qenja njerëzore në tokë, por në raportin e saj me hynorën, pra me vetë Zotin, arrin të ndërtojë. Sepse sakrifica nuk është vetëm akt i luftës, ajo është filozofia e jetës. Në këtë kuptim, sakrifica nuk është mundje. Ajo është një formë e rrallë e krijimit. Sepse përmes saj lind kuptimin më i thellë i një populli për vetë. Një popull e kupton se kush është jo vetëm nga mënyra se si jeton, por edhe nga ajo për cilën është i gatshëm të sakrifikojë. Dhe pikërisht këtë, kuptimin për çfarë jemi të gatshëm të jetojmë dhe çfarë jemi të gatshëm të sakrifikojmë, atë dilemë të madhe morale na mësoi dhe zgjodhi një familje shqiptare, familja Jashari, në masin e vitit 1998 në Bekas. Ata në thanë, ne jemi të gatshëm të lijohemi dhe në përmend bijate na krijuan ndërgjegjën kombëtare për luftën tonë shkrimtare. 28 vjet më parë, me stileve monumentale të vezave në histori, në këtë familje shqiptare, në familjen Jashari, Adem Jashari, Hamza Jashari, Shabaj Jashari, 56 anëtarë të tjerë familjes, të afërm e bashkëpunëtor, rana altarin e lirisë, duke dhënë vendit jo vetëm në histori sakrificën, por edhe një thirrje nacionale për përmbushjen e një rrugtimi që s'mund të dalej më.